Imam Malik ibn Anas rahimahullah na ka dhënë një shembull konkret të asaj që quhet ndryshe rreziku prej përgjigjes ose rreziku i marrjes mbi supe, rolin e myftiut dhe rolin e profetit, firmtarit të Zotit në tokë, ku një grup i kryesuar domethënë nga dietar ose njerëz të shuar, të cilët vinin nga Andaluzia e largët, nga Spanja e sotme, shkonin drejt Medines, pra kalonin kontinente, sepse linin Evropën për të kaluar kontinentin e Afrikës, për të shkuar për në lindjen e mesme ose në kontinentin e Azisë. Dhe shkojnë tek Imam Maliku, ku në brendësi të tyre kishin 50 pyetje të shënuara. Dhe habiten se si Imam Malik ibn Anas përgjigjet në 14 prej tyre, ndërkohë në 36 të tjera nuk përgjigjet, por thot nuk e di. I thonë, o Imam, kemi ardhur nga Spanja e largët. Dhe nuk kemi ardhur këtu domethënë që të marrim një përgjigje që nuk e di. Pra populli atje na pret se cilat do të jenë përgjigjet tua këtu. Dhe i thot Malik ibn Anas, imami i nderuar, thot ma kaloni edhe një herë, sepse ishte e zakonit domethënë që në të fletë ku shkruhej pyetja, mbi të ose në krahun tjetër zakonisht shkruhej dhe përgjigja. Dhe shkruan Imam Malik ibn Anas, thot i varfri për mëshirën e Allahut dhe nevojtari për orientimin e tij në çdo gjë, e veçanërisht në fushën e diturisë. Jam pyetur për 50 pyetje me radhë sikurse janë të shënuara, në 14 prej tyre janë përgjigjur si vijon dhe për 36 tjera ose pjesën tjetër, pra shumicën ndërmuese të pyetjeve, them nuk e di dhe nuk e di është gjysma e diturisë. Që në kohën e sahabëve të pejgamberit alayhi salatu wasalam ishte zakon thash pasimi i pyetjeve, pra duke ja lënë kush të ketë mundësi të përgjigjet. Madje vrejmë se në kohën e Umar ibn Khattabit radhiyallahu anhu kemi një shtrëngim të madh nga ana e Umerit, pikërisht për pjesën që jo çdo kush mund të flasin fejnë e Allahut dhe ai i cili kërkon të flas ose të përcjell fjalë profetike. Shikoni të nderuarit e mi, kemi të bëjmë me brezin më të ngushtë, i cili është dëshmitar okular i ngjarjeve profetike dhe ka dëgjuar drejt për drejt për i dërguarit të Zotit fjalët ose pyetje përgjigjet prej tij. Dhe në të njëjtën kohë Umar ibn Khattabi, ky njeri vizionar, është personi i cili është tepër strikt te kjo çështje dhe nuk kërkon të lëshojë pen në asnjë mënyrë. Ai sa ka thënë i nderuari Abu Huraira radhiyallahu anhu, sahabiu i nderuar, transmetuesi më i madh i haditheve të profetit alayhi salatu wasalam, ku thot: nëse do të ishte Umeri gjallë, nuk do të guxonim ti recitonim hadithet e profetit alayhi salatu wasalam sikur se bëjmë sot. Thot, pra Umeri e ndalonte diçka të tillë.